Të dashurit e mi, në vazhdim e tregimeve shqiptare dhe mendimit pozitiv, do të vazhdoj me edukatën. T'ju them fillim se të gjithë e ditë, edukata është kulturë, edukata është civilizim, edukata është shëndet, edukata është begati dhe edukata është falënderim. Niveli më i lartë i edukatës arrihet përmes meditimit, përmes seancave të qetësisë, që bëhen edhe online, po me një kujdes e dashuri shumë të madhe. Që të jetë kjo thonje e ilustruar pak më mirë, po e them në tregim shkurt, pikërisht për edukatën. Një babë në shtrat vdekjes e thiri vajzën dhe djalin dhe ju tha: bia ime, djali im, kur t'jeni shumë mërzitur, kur t'jeni shumë shqetësuar, kur t'jeni shumë ngarkuar për hallat e problemet e jetës, cili kutinë e parë? Këtë keni amanetin të parë. Kur t'jeni të gëzuar, kur t'flakroni për gëzimi, kur t'jeni dallëdisur për ti, cili kutinë e dytë? Dhe aty do t'a gjeni zgjidhjen. Plaku, si të gjithë më shumë të shkoj atje ku ka vend. Nuk kaluan në pak kohë dhe vajza dhe djali ishin shumë mërzitur. Ulën së bashku vëlla motër dhe çelin kutinë e parë. E aty gjeten dy fjali. Dy fjali. Fjalia e parë ishte kjo: a je këtu? Pikpyetje. Fjalia e dytë ishte: edhe kjo kalon. Dhe natyrisht mërzia u eliminu. U kriju barabari, harmonia. Nuk shkoj shumë kohë, të dytë e ndin veten shumë të gëzuar, shumë të lumtur, tepër të lumtur. E panë se kanë dalë prej barabare. Dhe çelin kutinë e dytë. Edhe në kutinë e dytë, po të njëjta dy fjali. E para: a je këtu? E dyta: edhe kjo kalon. Të falja me shumë dashuri e shëndet të gjithëve, ju që i përcjellni tregimet e mia.